Sa herë të kam thonë që të mos dalësh rrugëve, ha? Ati, mistrese. Më more herë si më more para njerëzve. Mirë. Po si jeni mirë? Mirë, shqyqyr. Hajde, hurlobre. Qenë ke e gëzume sot. Pa helbetej të rritë qupa. Me fat, ishala. Fat faqin edhe të tuat, ishala. Eja hypim lartë. Shqyqyr gjerë. Jo, nuk kam kotri, se do iki dhe te shega. Po i pate gati mi jep, se me të këthy goca, do t'i sjell përsëri vetë, mos u ban marak. Qyqja, lafa ashta i, jam i gruti sova. Falem nërës. O ti rafsha, gru. Të veshësh gocën me robet e botës. Sa budallaqe që bëhesh, por që papu se ndihmum njana tjetër. Hajtë, me fat të bardh dhe ishala në dertë mirë. Ti falem nërës e bafsh hajri shala. Meri, se me këtë stoli, goca do duket edhe ma e bukur. Dëgjova se sot po e myllin edhe gocën Osmanit. Po kur u mylla unë a dit e rëndë më kërkun. Po ti të shpate? Asgja o motër, asgja. Vetëm vjen keq për gocën. Më duket sikur kam një grop, ja këtu. Mos u ban me rakma. Po kështu jena myllë të gjitha ne. Ashtu është. Jam përngut. Pas fatin e mirë, thuj. Ty të lumë të goja i shala. Faleminderit shumë. S'ka gjë. Hajtë ty tjeta. Mirëmjes.
Hajde, lau shpet e shpet dhe hajnë kafshat buk. Edhe ti ditë vere është sot, gjithë njerëzit kanë dalë për jashta. Nuk dalë do të pa e mbyllë këtë. Po ti e di, majnan. Zakoni kështu e do. Po si, s'ka se kush të fletë më, po moj dziruj nga pusje, lau shpejt se s'jema e vogël, je gos për të martu të ashti. Shi, thu e që banë, shi. Po hëm e banu gati. Mirë që e gjetë shtëpinë. Po im lodha derë në derë të shkretën. Ha, më birë. Po kjo? Halas që ka bagati? Ha, më hangri. Hajtë, qëna. Shpejt. Ime, s'kanë se që thonë ma... Mos i ven shumë zhivë se ja prish lëkurën. Si kur do të luet gjdo dit. Janë, vetëm sot. Kështu? Këta kështu? Pas qërën. Ja. Bukur. Shumë bukur. Mos se do të prishet bukuria. Na, vaj. Shkemoj budalaqa? Ashtë fëmin, mos ja vendi. Henan, si të duket? A do t'a pëlqenj? Do qmenit i gjithë qyteti. Rrite kur të vinet na i kërkojnë njerëzit para se të kthemine. Të lumë të goja. Ma jetë këta. Hajde, mome. Hajde. Po rini dhe i qikë, që tani do shkoni? Zylfie, u bavon. Hajde. Nuk du të vi, nuk du. As të robe nuk i du. Po ti pra fillove më i budalache, po harrove që dje u rafe për këte se bem. Hajde se s'ka lezet ashti. Hajde, mome. Se gjithë qyteti ashtë mbledh ati. Hajde, qo. Dhe mos e bananën adha. Gjove.
Dëgjoj këtu. Tani do të dalim në rrugë të madhe. S'ban ta kthe shkokën, anash dhe mbrapa. Si e ma fëmi, mbaje mend këtë ditë verë. Nuk je ma e vogël. Hajde. Ja, keqja nana, jo, sot s'ban tash. Kur të vemi në shtëpi, bën ty moma sheqer të djegur. Lej që kemi sot dhe ballokumet. Ashtu, shumë mirë. Pasi? Ashtu. O bab, gjithë po dalim, po ne? Ashtë herët mërë bjerë, po marot gjoke se do dalim bashkë. Ti Petrit do mash dyqanin hapët se vinë myshterit e marrin porosit. Mos keme rarë pësta. Atë keqen, mos ki prik, unë këtu jam. Lësho ma dorë. Lësho ma dorën dhe... ashtu. E kujt është kjo bukuri? E kujt është ajo vajzë? E Aziz Bakërgjiu. Që nga Aziz Bakërgjiu. Ç'ke moj vajzë? Nuk e gjej ku ngjyshen, ajo pas ka i? Jo, nuk ikën gjyshe. Hajde, hajde. Hajde, mome. Ç'ke? O, nu si e momës. Hajde pra. Hajde. O, keqen. Keqen ndros si nuse. Të gjithë sy tek ti kish. Më ke kënaq. Hape, Zylfia, hape, se jemi ne. Henan. Lene, ma... Si e ka lutë? Si tek lodrat? Kalohet keq atje? Apo jo? Shpirti nanës. Zylfie. Hajde tashti. Hajde shpirti. Zylfie. Po, në. Urna. Tashti do të heqim robet e mira e do të veshim çarçafin. Ta shohim se si të ri. Ta kam ba peshkeshun. E ke prea klasi. Ja. Hajde. Jo, nuk i duja. E po sën tona, do t'i qojmë atje ku i kemi marrë. Aj, po ti mos u mërzit më i sugë. Se kur të rritesh e të bash nuse, do të presim robat tjera të reja, të bukura e mbas shtatit.
Ja kjo ngrihet kështu. Bukur, ha? Mirë. Jo kështu, jo kështu. Ja. Ashtë. Pastaj e hul, e prapë ngre. Rri urt shpirti nanës. Tash ti si e më e vogël. Akullore, urnoni mishterinja, akullore mirë me formali, akullore, mirë dhe lirë. Dua akullore. Po kjo? Po ti si e ma për akullore, majnan? E të meru me paj? Ullu e puno aty. Akullore, ftoftë me formali, urdhoni mishterinja, akullore. Vazhdo? S'du të qëndis, nuk du. Dua akullore. Po i kam qef, moj. Qef paq, po i me si e ma e vogël. Nuk ban të shofin burrat në rrugë. Ka qef? Po si, ka qef. Mere, shko bleje. Haj, mere. Qyqja, kështu do dalësh? Vene perqen më e zesë do na baj shatan. Harova. A e vogël e shkreta sa mësu, ala? E vogël, po turpin do na bante të madh. Çdo ma shumë ti. Akullore, çka daja, çka ba. Do jap daja. Mosu mërziti, me radhë. Resni pra, Çka ba, ustaj, çka ba, akullore. Urnoni. E, çuna, aj tjetri. Mos shpirti nanës. Vash fjallën. Për ajër na qoftë, po për ku o birë? Te ka sën taga për shpirin.
Kja goca. Dreq, në trëmbe. Nuk me tojnë pa njoftë burin. Pas ke ndigju, ha? Ti do të martohesh me ata që duam ne. Ne jemi prindet e tu. Dhe nuk duam veset mirën tande. Mirën time duhet ta zgjidh vet. Dhe tu do të pare si them unë. Kështu! Qo? Po pse kështu moj bi? Të shkuna në të vjela në mrama një qini, sillet nana në për shpi, në për shpi, asi me ku je moj bi, ku je moj bi, ku je moj bi. Të shkuna në të vjela në mrama një qini, sillet nana në për shpi, në për shpi, asi me ku je moj bi. Thonë se është e bukur. Ashtu kam dëgjuar dhe unë. Ju lumë të gërë. Hajde, ngrijeni. Ç'ke? Nuk je mirë? S'të mora vesh. Kush është ky? Po ky është vjeri yt. Pini e bëni qef. Në shtëpia tuaj o është për blefsha. Kush është i shoq? Si the? S'tash që jo. A i duhet jetë. Ashtë gëzimi. Kush rini ynë?
Kush është burim? Ky? Apo ky tjetri? Kemi dhëndrin e turpshëm. Ashtu është vërtet, ashtu. Mirja bëre prefektit. Kja përplase në sy. Mor doktor. Ata na kanë shitur me kodë gjithëve në. Koncesionet dhe bankat na kanë pushtuar. Edhe tani prite kur të vide Italia këtu. Dëgjoni mua. Ashtu mësonjës. Po dhe ne me plum do e presim. Kështu e ka prit gjithë një zaptuesin shqiptari. Pa qka se na e kam pas me të pabes. Ti mësonjës mos u bën merak që të kam pushu nga puna. Në i zanat ke? Kam. Shkollën e mbarova duke punuar si qirak në i bakërgji. Birinxhi. Po ti mos u meno shumë. Do të nimojmë ta gjesh në i punë. Ja dhe krushkun bakërgji e kemi. Po si? Me gjithë qef, morbir. Faleminderit, po më ka lajmëruar që të largohem nga qyteti. Si të thuash, biçim internimi. Kudo që të veç do të nimojmë. Apo jo, Krushk? Pa tjetër. Se miku i mirë për ditë keqe. Faleminderit. Signor Ugo, va bene così? Sì, bene, bene. Posso scendere? Sì, scendi pure. Grazie. Oh, salve. Ben arrivate.
Guardate com'è bello, eh? Piano, eh? Fate attenzione lì. Da questa parte qui, passate. Ti kujdes zot Jugo. Merr vesh më të plaçin, sy të plaçin. Po ti më qepi Pino? Klyshi atyre? Ore, me kë fleti kështu? E di që jam biri mua re mangësun apo jo? Igor e mbushët dhe në lerë shkarkojmë. Hapo! Hapo! Ore, po ky që nga i shmendur fare? Allah bellasin i versin. Punë e fliqme. Nuk më pëlqen hiq. Fashizmi këto kamër, ba. Së bashku me burgjet. Kambët e përqendrimit me tela. Te turp në e pronë rrugën tonë mua Rema Gaje dhe prefekti. E di unë. Po kjo? E gjitha sot në mëngjes dënter. Sot ishi shpërndar traktin të gjitha dyqanet, ba. Po ti pse erdhe kaq shpejt? Çfarë ke o burr? Çfarë ka bërë Baki? Nuk është punë për ty, pa m'len rahat. Zonja Neriman. Po ç'është kështu me ty, zoti Kasem? I të shoq dhe i të birë në fliqen. Në prunë do bishtredh me të Italis mund me shpazarit. Turp për bes, turp. Ama, për një sallë danci që ke mërzitur, zot Rote. Po Italia nuk është turpi. Ajo është kulturë, është Europë. Ajo për të mirën tonë ka, që të në hap një qikë sytë. Nuk më duen mua ato sy. More vesh. Jena muzli, zot Rote. Po, kohët ka ndryshuar, zoti Kasem. Turp për bes, turp. Turpin po e bëjnë partizanet. Ato po. Puna e tyre është turp. Për shturp e keni fjallën, zonja Neriman. Po ja, ç'duan ato maleve të medjemët? Luftojnë dushmanin që na ka zaptuar vendin. Fjalë të mëdha po na flet zonja Zyra. Se me ato mbulojnë turpet e tyre. Po ja, mo zoti Kasem. Ti do ta lejoje të të bi të bridhte maleve të medjem duke braktisur shtëpi e Katandi? Lufta nuk është punë për gra. Lere me gru turpin e tyne ti, se as kemi pa, as kemi digju gja. Po ti folmën mirë për atë që po shohim midis pazarit. Mira i burr që ka gra në shtëpi dhe s'është i zotit t'ju tregoj vendin. Sa për ato të malit mos u bëni merak, se Italia po e zhduk farën e tyre. Na po e bën. Kafen time le ta pi zoti Kasem, se që nga bërë shumë nevrik nga një sallë danci. Ika. Që grua e poshtër. Helmi ka fjalët. Ik se nuk e du kafen e saj. Lanet i qoftë.
kjo qenë ka e kalpur. Ky hiç më pas ka ndarë nga bota. Ka fazet janë të kalbura prej vitesh, Asemi. Edhe zakonet një copë letër janë shkruar. Që një fëmijë mund të grisi. Por ja që prej sheku ishte në majnë rësirë, Asemi. Ç'pate? Asime? Ramis. Që kur ke hyrë në të shtëpi, ti s'ke qeshur kur, Asime. Qesh për në qi? A e di si më duket? Sigur kemi qenë zëmëruar. E pas kaj ditësh, u pajtuan përsëri. Ç'është? Lufta, Asime. Ka qafër? Çfarë ke që mendohesh, Asime? Ramis. Vërtet ka vajza partizane? Po si s'ka? Po ato. A janë vajza të mira? Ore, kush ti ka futur në mendje gjithë të gjërat? Sigurisht janë vajza shumë të mira. Bile diçka më tepër. Se ato janë luftëtare. Zonja Neriman, diçka më tha sot kur ishte për vite. Ma po pse për këtë shqetësohesh ti? E që mund të thot tjetër e shoqe more makës? Mos ke ndërmendje edhe ti dalësh partizane? Ja që na qenë ka. Dhe unë thash se shnodhi. Turp të kesh. Po agon. E shekullin në mëgjesit? Cili është? Nuk e shoh. Ja. Ja, atje. Vërtet. Sandri Çoka. Hirë? O, natyrisht, do të bëjmë që është e mundur. Ç'të reja kemi? Bandat partizane tani më janë tërhequr. Kam pasur të plagosur. Nuk kam pasur kohë të tërheqin të gjithë ata. Natyrisht, do të kërkojnë strehim këtu. Rrethoni të gjithë vendin e operacionit. Kontrolloni mirë. Morë vesh. Syrdhëron. Si e, je mirë? Që kena? Shokët e rregulluam të tërë. Ne kam mbetur vetëm një partizane. Ka nevojë për ndihmë mjekësore. Si mendon? I duhet ndërruar baza po si? Po, se ka nevojë për kura. Të shpijim të Kasemi. Atje mund të akoroj Gjema. Ç'mendim ke? More mirë, po mos ka rreziqe. Jo, vetëm se duhet flasim me Kasemin. Mirë atëre. Vetëm me prani shpejt. Hajde miru pafshim. Miru pafshim. Hec!
Mirë mbrëma dhe Kasim. Mirë mbrëma, mirë se vjen birë. Hajde ullu, rri. Të erdha dhe në dyqanun, por nuk të gjeta. Që dyqan drejkjor birë. Nuk e peset shturp në kanë ngrit aty në mes pazarit. Pa e duron shqiptari këte gjënë. Robëria është e rëndë Kasem, por nuk e kanë të gjatë. A dëgjove se që bën brëm. Luftë e madha ne nga gazermat e Mirakës. I një gjumë shpërthimet. Pa hele, si e ke halli? Kam ardhur të lutem për diçka dhe Kasem. Pa hamër që unë folë. Folë se po më fyllë me këtë luti. Dhe ti e ditë ke? Pa mër bab. Pak për para bisedu me Gzimin. Dje në përpjekit që bën me italianët në kazermat e Mirakës, u plagos një shoqja jonë. Mbrëm e futëm në qytet. Në spajkorra kemi po aty se mbajmë dot se kuestura e kërkon. Lagja është e rrethuar. A mund të strojmë këtu tek ti? Mirë, bjereni. Po në gjokë s'ka një plumbë më. Kolla jo punër, Gzim. Je themi gjemës edhe ai nuk ne prish. Dhe në rast rreziku e nxjerrim nga anë e kopshtit. Bjere kur dush. Hajde për të mirë. Gëzuar. Veç se koha nuk pret se ajo ka nevojt mjekohet. E që të mos ngjallën dyshime duhet të ndihmojnë Mom Zyraja dhe Asimeja. Asimeja? Qyqa. Nuk është kjo punë për Asimin. Ate mos e ngatroni. Po pse jo mër bab? Po se nimoj një gru, kush edhe nimoj? Cilat doj, për Asimeja në asnjë mënyrë. Apo do që të na hudhi shqelma, të na heqë çarçafin si shoqet. E pese që bëjnë ato që hudhin perqet? Po Persha nuk është nder mër bab. Edhe ajo është një lloj turpi që na la Turqia. Ja se e turpi që për na sjell Italia atje. Çar, gjot natën vesh. E çdo thush tjetër ti? Po çdo njeri do t'i ketë syt qel mër bab. Më thuaj Gzim, a është koha të shtit heqim perqet? Dëgjor dhe Kasem. Po që se njeriu e var shpresën te koha për të shpëtuar nga liga, ai nuk shpëton kurrë. Pastaj ti e di se në kohën e Turqisë ju ndalonit mësoni gjuhën shqipe, apo jo? Sepse ishte gjuha e kaurit. Kurse ju e kuptuat se lufta për gjuhën ishte lufta për Shqipërinë. Ne duhet luftojmë dhe Kasem. Se vetëm kështu ne do të fitojmë. Në këtë luftë, edhe Asimeja ka pjesën e saj. Kjo punë kërkon shqetësi të madhe, prandaj do ta dinë sa më pak njerëz. Pastaj, po që se do ta sjell Asimeja me Mom Zyran, nuk do të lindin dyshime. Fjalën u adhash, po nusen mos ma ngatronin këto punë. Atëherë unë po shkoj të lemëroj shokët. Veç mos harro se Asimen e pret Mom Zyraja. Miru pafshim te Kasem. Miru pafshim. Mirë ardhur. Shkojmë remis. Hajde. Po kjo? Pse nxori fustanin e ri? Si përse? Për të shkuar te Mom Zyraja. Po të dvermoj. Nuk e dëgjove se shta? Fute brenda të fustan. Dashke të dilke ti. Unë do të shkoj. Do ta bëj detyrën time. Ngrijeni perçën? Qyqe, ajo është nuse. Si lejohet të heq perçën për para burrave. Rregullat zonjë, kontrolli. Ç'na duhen ne rregullat tuaja? Bellissima.
futoni brenda. Hajde. Si ndjet? Digjet nga ethet. Ta shpejtojmë se nuk kemi kohë. Çfarë ke? Duro. Duro edhe pak të keqen moma. Baje veten. Si thua, Gzim? A do të kalojnë dot? Ato janë maskuar mirë, Amis. Ndryshe, do të na ndihmoj kjo. Të gjithë shokët janë në vendin e caktuar. Mirë. Hësh. Duro edhe pak. Ja, arritë. Erdhëm përsëri. E shoh. Zbulohuni. Më falni, është gruaja ime. Kaloni. Edhe pak të keqer, mama. Mesi mbahet e shkreta. Avash të keqer, mama. Po Asime. Do shkoj ta marr tash, bab. Po nisu mër pra çparet? Po lihet gruaja rrugës. Mos është jetësa mër, bab, se e marr. Ja, vash. Ashtu. Po kjo Asimeja që bë tani që kemi kaq nevojë për Tani të... do të vi, po e jam ndihmu shpejt. Ta të veshim. Qyqja i pas ka rënë të fikët. E zesa, të keqen, mama. Yıldız, e jam ndihmu një qik. Duhet jetë Asimeja. Si është? I ratë fikët o birë. Ashtu? Mos u shqetësoni, nuk tani do të vi doktor Xhema. Atë keqen, mama, luj durët. Të mi është angur ashtu. Partizania e nënës. Ha dhe ti, baje vetën. Se shikam do të më Yıldız. Qyqja. E shëron nëna këtë zogës. Trimja e momës. Po ku të pas ka marrë plumbi kështu më i pi. Mos fol, o syra, mos fol. Thonë se njeriu edhe kur i ka rënë të fikët të gjonë. Dhe ti më sill një nap. Dhe shishin e rakiste dollapi. Si e quajnë, o syra? Vjollce. Është nga Korçë. Vjollcën ka vërtet. Ja, po i hap syt.
Thomas, do t'i hapësh edhe sytë dhe prap do të fluturosh malit. Do t'i thërë në një pull. Duhet haj mirë se ka humbur shumë gjak e shkreta. Jo, mos luaj, mos luaj, mos luaj. Kush je ti? Unë jam Asimeja. Asimeja? Mos u bë merak. Je në vend të sigurt. Tani do të vi doktori. Është doktor Xhema. E nje? Është doktor shumë i mirë. Ha, dhe ti, mos e mundo me fjalë. Jepja ta pi. Ashtu pi. Ju mundova sot. Dhe ju vura në rrezik. Mos fol, se lodhesh. Po ti, edhe në shtëpi e rri me këto rroba? Jo, vetëm kur dal në rrugë. Të lutem hiqi. Se si më dukesh me ta. Kush është? Jam Xhema. Jeni vetën, shoqja Vjollca? Mirë. Mirë që nkrej mirë. Po ta shohim pak plagën. Të pas kanë vënë mirë në nishan. Po, kush të pas ka mjekuar kështu? Më mjekoj një shok. Kurse këtu... Do të kaloj shpejt. Nga shokët ke shumë të fala. Ç'ke? Të dhemb? Jo, vazhdo. Ka që edhe kjo punë. Të pas ka marrë shqanthi. Ku ta dhe? Ma jep mua. Trime. S'ke friku lufton? Në fillim kisha. Po ti, nuk e frikë që më mban mua? Po kjo s'është luftë. Luftësh, po si? Ç'do të bëhet pas luftës? Po si ta them, ne do t'jetojmë ndryshe, jo kështu. Ti do të dalësh në rrugë pa çarçaf e pa peçe. Le që ti duhet ta heqësh atë që tani, se së mbyllur s'mund ta çlirojmë Shqipërinë. Si thua,
Po hëni moj vajza, futuni brënda se do të ftohi. Të dhëm? Pak. Po ti ç'ke? Lumë si ti. Sa e lirë që je. Po ti pse të mos jesh? Që të pengon? Hade, mjaft me këto sy që të përlotin për njerësh. Sa ndryshim kemi ne të dyja. Më ngjan si ku na ndajnë shekujt. Lexon libra ti Asime? Kur isha vajzë, lexoja në një libër që më sillnin shoqet. Por fshehura si jam se nuk I pëlqente Timeti. A I sheh sa mirë. Edhe tani duhet lexosh. Ja për shembull, lexon ndonjë trakt luftës ti. Kam lexuar një trakt që e kish sjellë im shoq. Atë trakt mund t'ja lexonje edhe shoqeve që janë të mbyllura si ty. Kështu mund të ndihmosh për të çliruar veten dhe shoqet e tua. E ku jam unë zonja për gjëra të tilla? Po kështu e kemi filluar të gjitha, derisa dolëm partizane. Kush është? Jam Gjema. Si shumë shpesh ka filluar të shkoj doktor Gjema tek Asëmtaga. E ka daj, prandaj shkon. Daj, po kur s'ka shkuar ndonjëherë kaq shpesh? Ka njeri të murat a ke shtëpia? Mos është me barra si meja dhe unë se ka marrë vesht? Po shkoj me një herë andi, mbas të I shpëton ndonjë fjalë jalltysit. Doktor, kur do të shërojmë? Plaga ka bërë përmirësime të dukshme, Vjollca. Së shpejti do ta përdorësh krahun lirisht. Po kjo der tani. Dalim bashkë. Ngele papir kafe në virë. S'ka gjë, do të vi pas nesër përsëri. Miru pafshim. Mira. Dilë mirë nga dera e kopshtit. Po, mirë thot. Po. Kush është? Oj, kjo kush është? Jam unë me Nerimani. Hikni. Shpejt, Vjollca në buhar. Moj zonja Jaldys, më le një orë tek porta. Kyqa, moj zonja Neriman. Unë zbrita sa po digjova derën. Urdhëro, zotrote, urdhëro. Mirë dita. Mirë se vini, zonja Neriman. Mirë se u gjetë. Urdhëro. Urdhëro, zotrote. Faleminderit. Si ke qenë më nëse mirë? Mirë. Burin mirë? Vjerin mirë? Vjera mirë që nga shqyqyr. Mirë, shqyqyr, mirë kemi qenë. Keni pas njëri të smur në shtëpi? Jo, shqyqyr, mirë kemi qenë që të gjithë. Jo, se pash doktor Gjemën duke hyrë që parë. Burat nuk ishin në shtëpi, kështu që çdo donte ai që në mëngjes. Zonja Neriman, sikur nuk je mirë, zotrote. Faleminderit, Miriam. Po Miriam, s'ka gjë, Miriam, faleminderit. Moj zonja Jaldys, edhe ju mbakeni armë? Është Ramizit.
E bleu dje nga një ushtar italian. Ashtu? Po që duhet patlakja Ramizit? E po luft është. Dhe një armë në shtëpi gjithmonë duhet. S'ka përse të tremet Ramizit, derisa kemi Italin që në mbron. Ika unë. Zonja Neriman, të lutem, u lutet qeras. S'ka gjë një herë tjetër. Qyqe. Po ku po shkon opi? Në dyqan të Ramizi. Vetëm? Ligjona, ti duhet që ndrosh këtu me vjollcën. Unë do të kthej me njerë. Na, mos haro perçin. Bukuroshe post bllokut më duket. Nuk e besoj. Të betohem që ajo është. Atë ditë në hodhi. E ta ndjekim mos bulem do një bas komuniste. E shpejt. O, Salvatore, pas e dhe nga spitali, e? Po si ndjesh tani? Më mirë, po doktori më tha se do një letë shenjë. E un ricordo d'Albania. Ciao, Salvatore. Ciao. Ciao. Ustan, erdi gruaja jote me të kërku. Gruaja ime? Po, gruaja jote. Faleminderit shumë. Asgjë hiç. Lëshoni durët, edhe pësëza, s'kri turp. Kush është? Hapi, amuna si meja. Ha, që me? Nerimani zbuloj vjollcën tek ne. Kur? Jeta shti. Po vjollca ku është? Në shpinë tonë me nanën. Mirë, nisu me njëherë shpinë e sulës. Unë po shkoj të lemëroj një sitin. Nisu, shpret. Miru pafshim. Miru pafshim. Ja ku është? Gazim! Ik shpejt, shpejt ik! Ik shpejt! Asime. Mos o qyqyr. Erdhën. Mos shqetëso. Shokut nuk do ta lënë duart e tyre. Ramiz, ai më tha që ta çojmë në shtëpinë e sulës. Ashtu? Po. Hajde shpejtoj.
dhe mbar bi. Miru pafshim. Faleminderit për të gjitha, nën. Ç'është ajo fjalë, o bie nënës? U dhe mbar. Rrethon e shpinë. Hypni këtu sipër. Futeni te këtera këtu. Ha Xhamit. Po Ramiz, mund të kaloni. Gjilosme. Pritë se të ndot. Me nga dalë se është shpengu. Hiqe dreqin. Mos e hitë se i shërben armikut për gjurmë. Hajtë se po e marrun. Miru pafshim Xhamit. Rrugë të marrë.